point of departure. So let's Okay, make it fine. all 10 years. Okay. Okay, welcome to one and all from wherever you may be, Yeah. whether you are in your office or your living room or kitchen or basement. Thank you for putting aside 1 hour of your life to share with us. This panel will discuss the role of the diaspora. What role did it play? How did it get started? And what can we do in the future to be more effective as Albanians? Now, clearly 1 hour is not enough time to answer these questions, but our goal today is to touch on some of the important issues, provide some content and some context, and then maybe offer some suggestions into the future. We are extremely fortunate to have this distinguished panel with varied background and expertise to provide us with a broader understanding of the role of diaspora. So as a format, each presenter will speak 5 to 7 minutes, followed by questions from the rest of the panel so we can benefit from our collective expertise. And then we'll spend the remaining 10 or 15 minutes of our discussion with the role of the Albanians in the Balkans with respect to the EU, NATO, relations with the US, and the role of diaspora. And so we thought we would do this in chronological order. We'll start with Albania coming out of communism, we'll start moving forward there, and then with Kosovo, its battle to become an independent country, and then up to its declaration of independence, and then Afrodita will walk us through a process there. So it's a great honor for me to really present these people. They're not only renowned and acclaimed, but also they're friends. And so let me briefly introduce them to you, and then when they speak, I'll give you a deeper understanding of their background. So we have Afrodita Rakipi, who was the communications director of the National Albanian American Council when it first got started. Professor Sina Shirama is a clinical professor of politics with international relations program at NYU. And then we have Edita Tahiri, who among many titles was the former Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Peace Negotiator. And finally, he's not on the broadcast, but Besnik Pula, who is the assistant professor at the Department of Political Science at Virginia Tech. And his research is on the political economy of post-communist transformation and institutional change. So we thought that we would give this topic a broad and varied perspective on it, and that way our conversation and our listeners can have more information. And so I'll start with you, Afrodita. Let's go back to 1997, and NAC is formed. So why was NAC formed? What was it doing? And give us an idea of some of the things that you were doing and why, so that the reader can sort of take us back and we can better understand how what they call lobbying in Washington, D.C. works. Përshëndetje, faleminderit Avni, përshëndetje gjithë ju mysafirë të nderuar, kam kënaqësi të jem këtu me ju. Në vitin 1997, Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan ishte formuar. Në atë kohë, ai themi edhe më përpara, çdo qytet ku kishte shumicë shqiptaro-amerikan kishte një farë organizat, kishte një farë qendër e tyre, qoftë për komunitetin, qoftë për këto ndërmarrje lokale që bëjnë ose diçka që bëjshe në trojat shqiptar formoheshin, por nuk kishte qendër në Washington. Kjo është dallimi. Në Washington, kur u formua Këshilli Shqiptaro-Amerikan atje, ne ishim 10 bloqe, ai themi nga Shtëpia e Bardhë ose Departamentin e Shtetit, edhe kjo ka shumë rëndësi sepse ishte herë e parë se kishte një zyrë në mes të Washingtonit se ishte në kontakt ditë për ditë me Departamentin e Shtetit, me shoqata të ndryshme, me Kongresin, edhe me gjithë lobimit të tjerë që punonin atje. Kështu pra, dallimi kësaj radhë është sepse ishte udhëhec jo vetëm nga shqiptaro-amerikanët, po ishte udhëhec në mënyrën të pikpamjen të amerikanëve. Sepse kur i kishim këto, ai themi shoqata më të vogla, kishte konflikt mes tyre, ose nuk e shtynin dot deri në fund çështjen. Ai duhet theksuar edhe në asaj kohë,
kriza në Kosovë kishte filluar, ishin mjaft informuar amerikanët edhe diplomatët çfarë peshe në Kosovë. Megjithatë, Këshilli Shqiptaro-Amerikan u bë një vend qendër për amerikanët, për kongresistët edhe për politikanët të merrnin informata të sakta, mund të merrnin informata ku tamam çfarë zhvilloheshe në trojat shqiptar, edhe megjithatë edhe ne kishim një bisedë të hapur me këta njerëz si mund të vazhdojmë brenda organeve amerikan për të ndihmuar shqiptarët. Kjo ishte pikpamje pak më ndryshe, kurse lobimi, edukimi, siç themi këtu, advocacy, kishte direct effect në çfarë beshe në policy making për këto institutet. Kur I shikojnja këto arkivet edhe shënimet se I kisha bërë, disa takime, ai themi sa do të vogla, kishin rëndësi sepse ato kishin ndikim në takime të mëdhaja çfarë beshe brenda ku merrnin informatat. Pash një takim që kishim në 1998 me Ambassador Gelbart. Ambassador Gelbart u takua me ne, pas një javë do takojshe me Miloševićin edhe me zot Ibrahim Rugovën, pastaj do vinte prap në Departamentin e Shtetit, na njoftojnë ne çfarë po bëhet, pse ka rëndësi. Ne jemi Amerikan fundit këtu në Amerikë. Ne mund të votojmë këtu, edhe këtu është dallimi, domethënë si kemi vepruar ne. Avni edhe ju keni qenë mjaft informuar asaj kohe. Kishim disa takime sepse kur I kujtoj këto janë shumë gjërat se po dalin përpara, edhe shumë gjëra më falni më nëse harroj ose bëj në hapa në temë pas teme. Po kjo për mua ka qenë dallim sepse neve ishim kyç në ata vend edhe kishim disa përpjekje, organizime, lobime me komunitetin shqiptaro-amerikan ku kishte rëndësi në atë moment. Afrodita, pse shqiptarët nuk është një popull madhe në Amerikë? Çështja e shqiptarëve në mënyrë globale nuk është aq e madhe. Pse u mor Amerika? Pse senatorët e congressmen trenderi se kishin ata për me biseduar me ne dhe për me pas një mundësi që të shprehim mendimet tona. Si funksionon kjo në brenda në Amerikë dhe në politikën të Amerikës? Besoj gjithë paneli mund të flasë për këtë, apo për mua ishte fakti sepse në atë kohë kishim një mik, Elliot Engel, kishte formuar një Albanian Issues Caucus në Kongres. Vendet shqiptar në Evropë janë në mes të zemrën të Evropës. Kjo është. Edhe ishin shqiptar o jo, në ca vite më parë, themi në 10-tat, u bë një tragjedi e madhe në Ruanda, edhe asnjë s'u fut. Ishim vrasje më të madhe, edhe ja ku kishim lufta këtu në trojet të shqiptarëve. Ky ishte për mua geoglobal strategy, politics, më fal, tash anglisht, geopolitika atje, plus shokët e miq se I kishim në për kongres e Departamentin e Shtetin ishin mjaft të informuar për çështjen, megjithatë e pan si vend kyç. Po në kur u bë takimi në Shtëpinë të Bardhë, si ishte situata në atë kohë dhe pse pranoi zoti Clinton mund të takojë me Këshillin në atë kohë? Ku ishte çështja kryesore në atë kohë? Çështja kryesore në atë kohë ishte bombardimi, të ndërhyrin trupat, dush e dim, ne para një viti kemi bërë disa takime për vende të ndryshme për të arrirë, nuk ishte herë e parë se ishim në Shtëpinë e Bardhë për takim, sepse ishim takuar me mjaft njerëz të lartë, Sandy Berger, National Security Advisor, Julia Taft, refugee crisis, po në takimin të fundit përpara bombardimit ishte me zoti president Bill Clinton, edhe atëre, domethënë u bindna. Në fakt edhe një rol që e luajti këtu është se kemi parasysh që në atë kohë
zoti ambasadori Holbrooke ishte kryesori në këto negociatat. Edhe aty e lunte rol edhe marrëdhëniet që kanë shkruar në Dayton. Dhe ajo krijoi një problem, kështu që edhe ne kur i kishim këto takime në Washington, kjo krijoi probleme kryesore sepse ai ishte kyç për këtë punë. Po pastaj për jashtë kongresit edhe çështjet, çfarë aktivizime jeni marrë kështu, sepse në atë kohë zoti Clinton na shpjegoi rëndësinë që populli i Amerikës nuk e mbështet këtë. Dhe pak a shumë situata në atë kohë ishte që kjo është vend musliman pa naft, vend i vogël, nuk është pikë strategjike. Tash kanë drejt qytetarët e Amerikës me pyet pse po shkojnë fëmijët aty në luftë, edhe çfarë është çështja strategjike e Amerikës në këto. Kështu që edhe kjo ishte një pikë shumë e vështirë për mu përballuar, sepse ne u munduam me ndryshuar politikën e Amerikës në atë kuptim, sepse këtu ishte një dallim shumë i fortë. Edhe ndoshta mundet edhe kur bisedojmë me Shenasin të për këta. Po, na kanë thënë këta kur jemi të akord privat, duhet të bindet populli Amerikan. Në disa takime në Kongresit dhe jashtë Kongresit në Departamentin e Shtetit, si mund ta bindsh popullin të dërgoj djemt amerikan ushtar në një vend se asnjë njeri se ka iden ku është, dhe të thuash I'm Albanian, what's that, ishte ajo. Njerëzia nuk ishin mjaft të informuar kush janë shqiptarët, çfarë rëndësi kanë shqiptarët, edhe vërtet Clinton e bëri atë na shtrovi atë pyetje, duhet të bindet publiku. Edhe kur kanë rënë forsat të Amerikës, ishte një proposal që ishte vënë në Kongres të tërheqim derisa të vinin evropianët me të njëjtin fuqi ose me të njëjtin fondet që kishte dhënë Amerika. Ne punuam drejt për drejt i bindim jo, sepse atëherë do më thënë çfarë bëhet ndërkombëtare, çështja e Amerikës çfarë bëhet ndërkombëtare, varet nga Evropa, valldo jap fonde Evropa. Kështu që kjo ka qenë një lojë shumë e madhe për bindjen, edhe për të informuar, edhe këtu ka luajtur një rol më aktive sepse vërtet ka qenë qendër ku mund të merrnin informata të sakta, edhe ku i kishim dyert të hapur në atë sens, sepse e kishim edhe veshin në trojat edhe veshit këtu në vendet Amerikan kyç. Faleminderit Afrika. Po kalojmë te Professor Shenasi Rahmer. He is a clinical professor of politics of international relationships at NYU. He studied in the Albanian Military University and the University of Tirana. He was one of the leaders of the student movement in Albania and co-founder of the Democratic Party. And while many claim that, in his case, it is actually true. He also served as the political advisor and as a spokesman for the provisional government of Kosovo in the US. And he was the political advisor for the Kosovo Albanian delegation in Rambouillet, and afterwards served as a senior political advisor to the Prime Minister of the interim government of Kosovo. He has appeared on all of the news stations throughout the United States and is a highly regarded professor and also a friend. So Shenasi, welcome. It's great to have you on our program. So having been active in the participation of essentially two revolutions, one in Albania and one in Kosovo, you have a unique experience to giving the birth to two countries. But I'd like for us to focus a little bit on the time that you spent with, you heard Afrodita talk about some of the things that were going on in Washington, D.C. And so now you becoming involved with helping the KLA. Now it needs a new face, it needs a new perception, and you're involved. Can you walk us through that process up until Rambouillet, and then what was going on in terms of setting up the government, just in terms of what were the big problems, what were the big concerns, what were some of the unknowns that you all were dealing with at that period? Faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë i nderuar që kam këtu profesor Pulen, me cilin kam punuar mosh qysh nga viti 1997. Në fakt të gjitha ato që përmendi zonja Rakipi janë të vërteta, mirë po e vërteta më e thellë është që në atë kohë në Shtetet e Bashkuara ka pas një diasporë shumë të përçarë për linjat e ndryshme politike që janë ndjek, duke pasken krahun e UÇK-s, qysh nga viti 97, duke kuptuar edhe sistemin, sepse ishim student
politikës të avancuar, doktorant e tjerë. Dhe ne nxorëm revistën e ndërkombëtare të studimeve shqiptare, në cilat i parashtruam në mënyrën më sistematike të mundshme argumentet historike, politike, tradicionale e tjera në lidhje me problemin shqiptar. Ajo revistë që doli në 2 numra dhe i treti ishte gati, u shpërnda me mira kopje dhe në mënyrë edhe të hapun edhe publike dhe jo publike, e bani rolin e vetë sepse informoj në mënyrën ndoshta vetëm sistematike deri në atë pikë dhe profesionale se si duhet pa problemi shqiptar. Mas asaj, sërish flas me kolegun tim të nderuar këtu, që është një ndër intelektual të më shumë që ka Kosova dhe kombi jonë, kemi bashkëpunu jashtëzakonisht shumë në mënyrë intensive në diskutimet e gjitha platformave që vinin nga Zvicra, nga Tirana, OÇK e tjerë. Mune me thanë që kam qenë vetë në përpjekje dhe në lidhje me njerëz si Dino Asana e tjerë. Jemi munduar dhe i kemi mbështet përpjekjen çlirimtare në shpesh edhe jo në pajtim të plot me Nakun, edhe sepse ndasitë politike në Kosovë u reflektuan edhe në diasporë, edhe patëm një përplasje, një seri përplasje shumë të mëdha, mirë po qëllimi i përbashkët do të me funksionu. Dinoja ishte në atë kohë ura ndërmjet 2 palëve, sepse ishte edhe antar themelues i Nakut, po ishte edhe në atë kohë i lidhur direkt me një pjesë të udhëheqësisë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Edhe gjatë vitit 98 kemi bërë të organizu aktivitete, takime, tjere, duke përdorur edhe fondin Vendlinja Thret, edhe në të njëjtën kohë duke përgatitur në dukje, edhe në heshtje, duke përdorur edhe organizata ekzistuese, si Lidhja e Tretë e Prizrenit, tjere, kemi shpërnda platforma, dokumente, materiale, fact sheets, gjana të cilat ishin shumë operacionale dhe që ju shërbeshin mirë kuptimit aty për atyshën të strukturave vendore në Kosovë. Me ardhjen e themi me dështimin e ofensivës drejt serbe, atëherë kur u hodhën domethënë themi ato themelit e pajtimit ndërmjet fuqive të mëdha se çfarë duhet bëj, u bë masakra Shakut edhe u vendos me u thirr konferenca Rambujes. Ne sërish kemi pas paraqit platformat tona si diasporë, edhe kemi shku si në Rambuje dhe gjithkund tjetër, domethënë me projekte jashtëzakonisht detajume. Ishim të vetmi që ishim gjendje profesionalisht, me interpretu, me kuptu, me thellësi ku çonte edhe çdo presje në dokument, sepse për fat keq delegacioni i Kosovës nuk e kishte përgatitjen e duhur. Edhe jam rritem për me influencu deri në atë pikë sa mendoj unë si diaspor, që me i drejtu gjanat në atë hulli që u donte. Kur plasi konflikti kemi qenë zonë i vetëm i besueshëm, sepse jo vetëm zbashkut Besniku, profesor Besniku në atë kohë ishte këshilltar politik i përfaqësisë qeverisë përkohshme në New York. Përveç se kemi bërë përpjekjet tona lobiste, domethënë që kemi marrë firma, kemi çu letra, kemi pas dokumentacione të sakta, kemi dhënë 500 intervista, kemi organizuar konferenca për shtypje tjera. Kemi kënë gjendje mendoj unë për me niku edhe në publikun amerikan, duke ju dhënë një pamje shumë më të qartë se cilat janë objektivat e shqiptarëve edhe cilat janë interesat jetike të Shteteve të Bashkuara në atë kontekst. Takimet kanë qenë të shumta në të gjitha nivelet e mundshme. Nuk do të hi në detaje, por kemi mujt me shku deri në atë pikë sa që në pika kyçe edhe kur vinte puna për me marrë vendime në ora 8, në ora 9 mjesit në kabinet ose në agjenci të caktuara, telefonat tonë kanë punu gjithkohën. Pra, kjo ka qenë përpjekja jonë janë paralele, jo e pajtueshme gjithmonë siç thash me Nakun, por gjatë kësaj periudhe ne ja kemi arrit mendoj unë nëpërmjet siç thash paraqitjeve, dokumenteve, materialeve, konferencave për shtyp, botimeve etj, me paraqit cila është pamje më e dobishme e nevojshme për Kosovën. Mas asaj, mas hyrjes së NATO-s edhe të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, mundem me thënë me krenari e me kënaqësi se jam njeriu i parë që
ka përfaqësuar Kosovën zyrtarisht në Departamentin e Shtetit si përfaqësues i Kosovës së Bashkuar me Dino Hasanën. Ka qenë një takim i organizuar në Departamentin e Shtetit, ishte nivelet do më thanë të njëm sekretarit të shtetit, ku ne kemi shku si përfaqësues të Kosovës. Palë, jo me na pritë si që me thanë kryetar partijet, presidenti etj, por palë politike, që do të bëhet me këto probleme. Edhe ma pas ne kemi vazhdu, do më thanë, me lujtë rolin tonë, aqë so ka kanë e nevojshme e dobishme dhe ngritjen e qeverisë. Në kohën e qeverisë së përkohshme të Kosovës, ne kemi punu. Unë i kam përgadit ato gjitha dokumentacionin e Ministrisë së Jashtme, strukturën, materialet, platformat, etj, natyrisht bashkët me Besnikun, një rol të madh ka luajtur, siç e thash, Dino Hasanaj në gjitha këto procese, edhe zyra e Kosovës në New York, në të cilën kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, Arta Haxhaj, Dardan Blaku, Zonja Doda e shumë tjerë që nuk njihen, por që për mujt tanë edhe kanë fjetë në dyshemjen e zyrës duke realizuar gjitha këto objektiva që ishin në shërbim të Kosovës. Mas luftës, duke e njoftë natyrën e strukturës vendimarrjes në Shtetet Bashkuara, sepse unë kam dhënë mësim 5 vjet, domethënë kam dhënë 5 vjet mësim politikën e jashtme, politikën e sigurisë kombëtare dhe politikën e shërbim zbulimit, më mirë me thënë. Kështu që duke pas edhe presidencën, duke pas një njohje relativisht thellë edhe jashtëzakonisht shumë të mirë informuar të këtyre strukturave, ne kemi vazhduar me punën tonë me shumë modesti, duke ju gjenë kurdo që ka qenë nevojshme, kujdo që na është afruar dhe ka kërkuar ndihmën tonë. Por në veçanti në krijimin e qeverisë përkohshme të Kosovës, kemi ne shumë vështirësi sepse armiqësia ishte e thellë, Kosova ishte ndarë në katunar qytetar, në Dernicak në tjerë, në Titistan në Enveristan, në Leçitun në intelektual etj. Pavarësisht se ne ja u treguam edhe në atë kohë se cila do të ishte rruga që duhej njekë dhe çfarë duhej bë, ato zgjodhen rrugë tjera dhe kjo më na çoi dal ngadal në tërheqjen time dhe disa prej kolegëve tjerë nga këto procese. Megjithatë, kjo nuk do të thonë që e kemi urdhën. Jo, unë vetë deshta se është shumë e rëndësishme që të kuptohet që në atë kohë kur kaloi Kosova, se unë pajtohem me këta mendimin tonë se edhe ne në diasporë e reflektojmë terrenin. Dhe në atë kohë, kur ishte zyra e LDK-s aty në Arthur Avenue, italiana vogël, se pak a shumë është lagja shqiptarëve tash, aty nuk mundshim me shku në shtunës së diellën pa kaluar me lanë zarfën në zyrën e LDK-s. Kështu që në atë kohë, zyra ka pas LDK-s ka pas një ndikim shumë të fortë, sepse prind tanë të premten ishim të obliguar ja dhanë parë për me çuar aty në LDK. Edhe në atë kohë ishte një koncept, me thënë, me paq. Pastaj kur e kaloi kjo fazën edhe u çua OÇK-ja, u mbaroi lufta në Bosnjë, tani u ndrua ambienti. Tani gjithë e dim si lufta po vjen, po ka shumë njerëz që meten pro të dyja. Domethënë, okay, pro paq, por kurse në tjetër anë tani ka masakra dhe nuk mund njerëzit vetëm me nejt dorës. Ku na e reflektoi edhe punën në Washington është që u hap lufta që kjo OÇK-ja janë terrorista. Dhe ne në atë kohë shkuam në Senat dhe Kongres në kemi thënë shiko, duhet me shpall a janë apo s'janë. Kështu nga pikpamja Amerikës. Edhe kanë pas disa takime dhe pastaj nga Amerika e shpallën zyrtarisht që nuk është, edhe kjo pastaj i lehtësoi edhe komunitetin ton që ishin ndarë në familjen këtë punë. Edhe pastaj pas kësaj kohe s'kishte rëndësi vetëm puna në atë kohë është me mbështet gjithë, edhe në fakt i koordinoj shumë a shumë pastaj punë gjithëve, edhe me punë që janë marrë njerëzit në shtete tjera që i kanë marrë iniciativën të vetëm. Është e vërtetë. Ishte një problem për gjithë shqiptarët e Amerikës kjo ndryshimi prej në paq deri ku janë nisi lufta. Absolutisht, ka qenë një ndryshim i madh, një rol shumë të madh ka luajtur komuniteti shqiptar në Dallas. Nazar Mehmeti ka qenë një figurë e cila duhet vlerësuar çmuar jashtëzakonisht shumë. Në lidhje me marrëdhëniet në shqiptare, një në rolet më pozitive e ka luajtur Rusem Ibraj, ish kryetari i LDK-s nga APEA në New York,
i cili sbashku me disa nga kolekte vetë, solli ose ndihmoi domethënë në unifikimin e gjitha forcave për një periudhë caktuar. Mirë po, sërish duhet këmbgul në atë që lobi ose diaspora shqiptare ka qenë shumë ndarë, agendat ose praktikat ose interesat lokale janë reflektuar në Shtetet e Bashkuara, në diasporën tonë, dhe është e vërtetë që ka pas shumë dyshime në lidhje si me UÇK-n me tjera. Por mund të më them këtë që qysh nga viti 96, qysh se erdhi Bujar Bukoshi këtu, ne u takuam me të dhe ja shpjeguam qartë eksakt çfarë do të note. Erdhi Bujar Bukoshi, majti bisedë, bam një takim, ja shpjeguam haptas edhe në detaje çfarë do të note. Mirë po nuk dukte se do të kishte interes. Një lop tjetër që nuk u përmend, po që ka luajtur një rol shumë të madh, është ai që u themelu nga Samir Repishti e të tjerë që është po ashtu themeluesi Nakut, që ka pas një rol edhe pozitiv, edhe negativ, që është lidhja shqiptaro-amerikane, drejtuar nga ish-kongresmeni Joseph Dioguardi. Dhe përveç këtyne manena, mund me thënë që ka pas një mas të madhe individësh, të cilët nëpërmjet lidhjeve tyne personale, ose nëpërmjet themi involvimit në struktura tjera, si Gjim Gjema e tjerë, kanë kënë një fije anarkista, jashtë strukturave caktuar politike të komunitetit, por lidhjet që kanë pas kanë shërbyer jashtëzakonisht shumë për ngjalljen e interesit ose të përçueshmërisë ose të përcjelljes së informacionit në strukturat e Shtetit Amerikan. Edhe këtu vjen natyrisht edhe dega LDK-s, në atë kohë ka luajtur një rol shumë pozitiv në bartjen e këtij lloji informacioni. Por kur ka ardhur puna te njekja e rrugës zgjidhjes, atëherë ka pas hezitime dhe dallime midis palëve, cilat kanë çuar për çamin e thellë që vazhdon deri sot. Faleminderit Qerti, kjo është e hap pak ma detajo edhe ne në atë kohë, për shkak se kishim disa dallime, pasi nuk ishim gjetur mendim përfundimisht. Ne menduam se e ardhmja ishte e jona, sepse ne e kishim të vërtetën. Kështu që ka pas diçka mbi gjitha këto, edhe ku nuk ka pas koordinim deri diku nuk kemi kafshuar, nuk kanë tepruar punë, sepse puna ka qenë më e madhe se ne ose në strukturë. Tani unë duhet të kaloj te zonja Edita Tahiri, edhe ju kërkoj një sekond sepse ka një histori baja gjatë, por duhet përmendet sepse është i njoftën. Ka qenë Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Peace Negotiator, Minister for Dialogue, Minister of Public Administration, Member of Parliament 5 times, Chief Negotiator for Kosovo, Deputy Prime Minister for Foreign Policy and National Security, signed the Declaratory of Independence at the Republic of Kosovo. She is a graduate of Harvard College, and we are pleased to have her here. Edita, so just to move the process forward now, so we get beyond, and now the war ends, and now Kosovo has a status but not a country, and there's negotiation going on, and you're the lead negotiator. So as we move the audience now, as the situation moves forward, what are the big things that you're working with? What are the big things that need to be harmonized in order for Kosovo to be able to move forward? And then at some point say, okay, we can declare independence now. Can you walk us through sort of that period first? Shëndetje Avni, faleminderit për ftesën, ty edhe gjithëve që jeni këtu. Natyrisht është kënaqësi që flasim bashkë, sepse diaspora shqiptare ka luajtur një rol ndoshta jashtëzakonshëm në proceset e çlirimit të pavarësisë Kosovës, por edhe në transformimet demokratike në Shqipëri edhe për gjithë kombin. Dhe për mua është dohet kënaqësi pra që takohemi prapë, sepse ne atje pra në Kosovë, edhe Shqipëria, nuk kemi arritur të jemi në nivelin e përgjithësisë për të bërë mirënjohjen e duhur për diasporën, edhe ajo mirënjohje në formë falënderimesh e fjalëve, jeni ngopë me ato, ne u desht pra, kombë shqiptar të gjejmë mënyrën që t'ju integrojmë
në politikat nacionale, në institucione, siç kanë bërë shumë vende në rajon, kanë krijuar edhe madje zgjidhje kushtetuese që diaspora të përfaqësohet në politikë dhe institucione. Po e them këtë sepse unë 10 vitet e okupimit të Kosovës kam qenë një prej themeluesve të lëvizjes për pavarësi. Së bashku me liderët, presidenti Rugova, profesor Agami e të tjerët, dhe kam qenë ministre e jashtme 10 vitet e okupimit. Po dëgjoj edhe dëgjova historinë të më thonë evoluimit të krajës amerikane për Kosovën dhe kombit shqiptar, po ajo nuk fillon me kohët e vona, por fillon shumë herët, prej përfundimit të luftës së ftohtë, prej kohës kur Evropa hyri në një proces të unifikimit, sepse Evropa jetonte në sistemin dual, me një anë demokratike dhe në anën tjetër komuniste, dhe fillimi i shpërjes së këtyre strukturave artificiale, siç ishte ish Jugosllavia apo Rusia, Bashkimi Sovjetik në ato, u hap rruga për proceset e demokracisë dhe vetëvendosjes, dhe këtu fillon historia e ndryshimeve të mëdha që ne shqiptarët e shfrytzuam mirë, por jo vetëm na, por edhe të tjerët në Ballkan, pra që nuk i dëshironin strukturat artificiale siç ishte ambrella jugoslave. Dhe ne spari u desh të argëzojmë murin e Berlinit shqiptar, sepse ne jetuam 50 vjet në një kufi. Për shembull, unë sot jam në Durrës kur e bëm testimin e këtij paneli unë isha në Prishtinë, ndërsa nana ime që ka lindur në Shqipëri, është martuar në Kosovë, ka vdekur pa e pa familjen, 20 vite. Pra këto ndryshime i kemi bëna. Ndryshimet vinë aty ku ndodh ngjarja, ndërsa diplomacia është faktor që ndihmon procesin. Pra, ne jemi ata atje në Kosovë e Shqipëri që u ngritën për ndryshim. Dhe pastaj diplomacia u vu në përkrahje. Na e dim gjithë se kur filloi zhbërja e Jugosllavisë nuk ishte përkrahje për shpër. Ende dikimet serbo-ruse kishin fuqi që të bindin faktorin ndërkombëtar që nuk duhet të zhbëhet Jugosllavia, ndërkohë që ne shqiptarët ishim të shtypur 100 vjet. Fundja edhe lëvizjet tona për pavarësi e lirin nuk janë, as nuk kanë fillu me neve, për shembull, me neve LDK-n dhe me UÇK-n BG. 100 vjet janë luftat tonë, rezistencat tonë, baballarët kanë, për shembull baba im ka qenë një prej udhëhecëve të lëvizjes për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë dhe në Burg në kohën e Rankovićit. Mos përmend Adem Demaçin e tjerë shkon larg 100 vjet. Pra, mos të zvoglojmë shpirtin, as mendjen, që të mendojnë që ne me 2 vjeta, 5 vjet angazhim madh e kemi arritur. Jo, është një 100 vjeçar me shumë sakrifica deri në masakra, deri në gjenocidin e fundit që e përjetuam në vitin 1998-99, 10 vjet okupim, organizim, se ne pa u pas organizu si lëvizje për pavarësi, me një vizion, me një aktivizim, duke e shtri edhe në diasporë. Ta dini, unë po ashtu jam studiuese e marrëdhënieve ndërkombëtare. Nuk mund ndryshosh gjërat në marrëdhënie ndërkombëtare nëse nuk ke lëvizje të brendshme për të treguar edhe kërkesat, por edhe për të dhënë argumentet pse u desht Kosova të bëhet e pavarur, apo pse të jetë e lirë. Fundja i fituam edhe betejën e gjykatës ndërkombëtare për drejtësi, sepse kishim argumentet edhe juridike, edhe kushtetuese, edhe politike, edhe historike, edhe etnike. Kështu i kemi argumentu edhe 10 vjeçarin për të bindur edhe diplomacinë amerikane, edhe diplomacinë evropiane, për të na përkrah. Tani po ju them, SBA është e para e cila
Pra është interesuar për shtypjen e shqiptarëve. Delegacionet e para që kanë bërë në Kosovë në vitet e 90-ta, 90-91, janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Madje më i rëndësishmi ka qenë në krye me senatorin Doll. Dhe këtu natyrisht e para ka ndiku organizimi juaj, pastaj edhe lobizimi juaj aty. Në atë kohë edhe t'ihej, edhe unë kam taku këta njerëz, afërsi kanë pas me senatorin Doll, siç është Gjimgjema, Havi e të tjerë në ato. Kur kemi vendosur aleancën mes Kosovës dhe SBA-s, në kohën kur George Bush, presidenti i parë, senior George Bush, në dhjetor të vitit 1992, ka dalë me politikat që quhen Christmas warning. It's December 99. When he announced Christmas warning, telling Serbia clearly, if you are going to escalate the violence and oppression, we will intervene. Po e këtë shqip, vetëm për ta spjegu si nocion Christmas warning. Aty fillon aleanca shqiptaro-amerikane. Dhe unë vazhdimisht ja them edhe këtë, sepse kemi në një garë mes nesh a Shqipëria e bëri aleancën mas pari a Kosovës. Po ja u them te ka bërë Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ishte lëvizje për pavarësi që i dha prioritet diplomacisë. Ne kemi pas 3 prioritete strategjike. Diplomacia, organizimi mbrendshëm, financa. Pse diplomacia? Pse ndërkombëtarizimi i çështjes Kosovës dhe çështjes shqiptare që kanë bërë unë, Rugova, Agani të tjerë? Sepse ne faktorin ndërkombëtar na ndau në konferencën e Londrës 1912 në Kongresin e Berlinit. Pra neve ndarjet na erdhën nga jashtë. Prandaj edhe na i dham rëndësi strategjike ndërkombëtarizimit, duke filluar dhe vazhdimisht duke qenë vizitat tona në SBA që nga viti 1990 kanë qenë minimum 3-4 herë në vit. Rugovës, e imja, e Bukoshit. Pra na vazhdimisht kemi qenë Departament Shtetit, në Kongres, në Senat, natyrisht me ndihmën edhe të diasporës, po ja u them mos harroni, po të mos ndodhnin rezistencat tona brenda faktorin ndërkombëtar, nuk të lëviz pa që të ke një angazhim për ndryshime dhe pastaj vjen mirë kuptimi, mandej vjen mbështetja. Çfarë ka ndodhur tutje? Ne kemi pas problemet e diplomacisë se çështja e Kosovës ka pas tendencat që të shihet si çështje e drejtave të njerëzit. Ne kemi thyer këtë barierë, sepse Serbia ka provuar të vejë okupimin në nivel të drejtave të njerëzit. Ne kemi thyer këtë, e kemi kthyr që çështja e Kosovës çështje e shkeljes, e interesave, pra edhe të drejtave kombëtare të një populli, për ta ngritur pastaj në një çështje të sigurisë ndërkombëtare. Kur ka ndodhur konferenca e Dayton, ne kemi pas vërejtet tona, unë vetë kam qenë në Departament Shtetit, për të thënë, në qoftë se mbetet Kosova jashtë trajtimeve të Dayton, ne mbetëm dhe do të harrohemi. Ky ka qenë premtimi amerikan dhe është realizuar në atë murin e jashtëm të sanksioneve që kanë mbetë kundër Serbisë. Outer all of the sanctions. Në atë moment, Edita, tani bëhet kjo takimi për ish Jugoslavinë Dayton, ose përmendoj luftën. Po. Tani ju tani po thoni, Kosova duhet më kanë pjesë e kësaj sepse në sot ka më çfarë probleme jetë. Ku ishte rezistenca ndaj strukturave të Amerikës për mos me insistuar që kjo duhet jetë pjesë e kësaj? Ku ishte problemi këtu? Që tash ju tregoj. Shpjegimi zyrtar, po flas nga burimet e dorës parë se unë kam qenë direkt. Palë në ato bisede. Po saroni, unë kam pas edhe hotline komunikimin me Departamentin e Shtetit 3 vitet e fundit prej 96 deri në 99. E kjo është para Facebook, Unë kam qenë ministre e jashtme
Unë respektoj çdo kontribut që keni bërë, po unë tani po ju flas me prej dorës parë. Sigurisht. Tani, shpjegimi amerikan ka qenë, kjo konferencë e Daytonit është për pjesën perëndimore të krisës, pra e quanin Bosnjën perëndimore, dhe pastaj do të jetë një konferencë tjetër për Kosovë. Dhe na premtuan, ne do të mbajmë sankcione ndaj Serbisë në një pjesë. Ndërsa një pjesë do ta heqim në qoftë se ec samiti i Daytonit. Përgjigjja ime, edhe ma vonë edhe rrugës, ka qenë, ta dini, me këte rruga paqësore nuk mund të mbajmë më situatën, sepse fakti që nuk ka rezultate në përdorimin e diplomacisë parandaluese, situata mund të eskalojë. Kjo ka qenë mesazhi jonë. Sepse në ato ishte një agjende Butros Gali për diplomacinë preventive, sa po lindi në 95, por asnjëherë nuk u zbatua. Dhe kur dodhi Daytoni u vendos kjo Author of Sanctions of US against Serbia, nuk ishte e mjaftueshme. Dhe përmendimin tim u bë mirë, që filloi situata të radikalizuar. Fillon protestat e studentave dhe pastaj dalja në skenë se unë ani që kam qenë një prej liderëve të rrugës paqësore. Unë jam dhe para që kam përkrahur bashkimin e LDK-s me UÇK. Edhe kam ndërmjetësuar, edhe i kam bashkuar në Rambuje, se kemi qenë përqarë me 2 aviona dhe duke qenë vetëm një femër në delegacion, kam arritur këto egot e burrave pak pispres dhe kështu kemi mbriu unitetin. E sa për zotin Shinasi, sot po ja tregoj një histori. Ky ka qenë pra një prej këshilltarëve, besoj për UÇK-n, jo për delegacionin e Kosovës, dhe nuk di për çfarë dokumenta po flet. Por e di që ne i kemi leju këshilltar nga një ditë me hyrë në kështjell. Kaç ka qenë? Edhe zoti Shinasi hyni një ditë. Mirë, po ishte kundër marrëveshjes së Rambujes. Dhe Mas kim të detaje se kena si që kena kundër ta, mos fol për gjëra që nuk i din. Kanë qenë kundër marrëveshjes. Mos fol për gjëra që nuk i din. Mos fol për gjëra që nuk i din. Atë kemi edhe diçka. A unë ju folët... Jo, më nuk jam unë për flas me qetësi, po them mos hyrë në gjëra që nuk i din. Mos hyrë në gjëra që nuk i din. Te kalojnë të besnikë që është pesa. Jo, avni ka dale. E para për gjithë gjemën, mënyra e vlerësimit të gjithë gjemës nga Shenasi ishte pa pranueshme, po unë nuk jam këtu me bë polemika. Unë lavdrova gjemën me zoj. Ja, mënyra. Unë nuk jam as këtu për gjithë apo tjerë, sepse vërtet ju keni qenë shumë që keni punu, edhe sot nas mund t'i përmendim. Një gjë. Të lutem, ne na duj fol për diasporën. Mos bën me fol me dosje se edhe unë jam më profesionist se ti. Avni, mos më bën me fol se nuk do të fol. Nuk do kemi kohë. Ka dalë se unë jam të folur për fol. Je dy fol Marrina, fol si një. Atë vazhdoj pas taktikun me këtë pjesë. Shiko. Besnik pula. Para, unë nuk mund të pranoj që teza se Kosova është e ndarë, apo shqiptarët janë të ndarë, fshatarë, qytetarë, civilizuar, to teza nuk i pranoj, sepse elita e Kosovës e ka krijuar lëvizjen për pavarësi. Kosova ka qenë, është dhe do t'jetë me elita dhe këto gjërat e lëshimit të nivelit të ulët, ju lutem, spaku unë sa jam në këtë konferencë nuk i pranoj. Më duket se juni, më duket kam të replik tash një sekond. Zoj, unë do t'ju respektoj sepse kjo është konferencë, është takim. Unë mendoj që i fola me shumë respekt për gjithë njerëzit. Edhe nuk ja ula as kontributin tuaj. Unë ju njoh ju më mirë se mendoni ju se ju njohun ju, por detyra jam këtu sot, jam ftuar me fol për diasporën. Po ti ishte me fol për ju, më çoni një email edhe ju tregoj me detaje kush jeni, ç'a bani, si bani. Se edhe unë këtë zanat kam. Pra, ky është profesioni jam. Kam 50 vjet që merr me këto lloj gjëra, është 45 vjet. Kështu që mos u merr më tepër, fol me edukat, sepse nuk të takon me fol për gjëra që nuk i ke ditë, nuk e ken mend, ke ken e papranueshme, edhe nuk mundesh me fol me kompetencë.
Urna, Yes, zotni. So Bestik Buddha is a university professor, assistant professor of the Department of Political Science at Virginia Tech. His research is in political economy of post-communist transformation and institutional change. He is the author of Globalization Under and After Socialism, The Evolution of Transnational Capital in Central and Eastern Europe. He is a he's written numerous articles on Eastern European politics, new economy, theory, and societies at the Journal for Theory of Societal Behavior. He is also a friend and someone I've known for a very long time. And imagine all these accomplishments, and he is still so young. So Dr. Pula, utilizing the tools that you've acquired during your studies and research and your involvement on Albanian issues, can you walk us through the progress of Albania as a country and also Kosovo once it declares independence in terms of the metrics that you look at in terms of what is improving and what needs to improve in order for the country in order for the transformation to be faster and to have a stronger economy and a stronger democracy? Faleminderit Avni. Nuk kam përgatit ndonjë prezantim formal sepse edhe me Avniun u morëm vesh që do të jetë një bisedë pak më jo formale. Dhe domethënë mu caktua kjo tema që të merrem me të jap një pikpamje më të gjerë për zhvillimet në 20 vitet e fundit në Shqipëri dhe në Kosovë. Është një temë që nuk mund të mbulohet shpejt për disa minuta, por mund të ndaj të shkruaj disa, domethënë, pikpamjet e mia, sepse në fakt unë merrem me studime, jam sociolog me arsimim, ligjëror në shkenca politike. Në fakt nuk studioj aktivisht Shqipërinë dhe Kosovën. Këto vitet e fundit nuk jam marrë aktivisht. Por mund të jap disa mendimet e mia personale nga gjërat që i kam observuar për gjatë viteve. Tashti mendoj përgjithsisht duhet kujtojmë se jemi në një krizë pandemie e cila po merr jetë sot aktivisht në Kosovë, në Shqipëri, në gjithë botën, në Amerikë, në vende tjera. Dhe duhet domethënë kujtojmë se kjo reflekton pak a shumë edhe në aftësitë dhe kapacitetet tona për të menaxhuar situata të tilla. Dhe përshihet që nuk jemi Shqipëria dhe Kosova, kam fjalën, nuk është në gjendje, fakt Amerika nuk është në gjendje të mirë, por nuk janë në gjendje që të menaxhojnë situatën e shkaktuar nga kjo pandemi. Dhe kjo është domethënë natyra e krizave me të cilat do ballafaqohemi. Tash ne mund të flasim me vitin 90, po duhet kujtojmë se tash kemi një gjenerate të reja që duhet ta normal ta kujtoj atë periudhë dhe angazhimin do të jetë mirënjohëse për angazhimin e gjithëve, qoftë personalisht, qoftë kolektivisht, për ato që na arrit. Ato që na arrit janë arritje kolektive, nuk kanë domethënë vetëm merit individuale njerëzve. Dhe në këtë aspekt duhet ta kthejmë nga pak bisedën edhe për çështjet të cilat preokupojnë gjeneratat e sotme. Dhe në këtë pikpamje mund të them se nuk jam shumë optimist, në fakt jam pesimist për këto zhvillime të vitit të fundit. Nëse kthehemi syt nga Shqipëria, është vend i sunduar, jo qeverisë, por i sunduar nga Parisi, që quan kolegu im dhe miku im profesor Rama, të korruptuara, deri diku dhe kriminale. Vendi është, domethënë, ekonomikisht i dërmuar, nuk ka pas progres, shumë pak ka pas progres në aspekt kyçjes apo integrimit të ekonomisë shqiptare apo dhe asaj të Kosovës, në strukturat industriale, në strukturat financiare, në strukturat inovative të ekonomisë evropiane. Kjo është, domethënë, ka qenë ose dhe është synim dhe është fakt në 20 vitet e fundit mund të themi se ka pas shumë pak progres në këtë pikpamje. Dje për shembull legjerova për industrinë automobilistike. Është vetëm si shembull po jap, industria automobilistike është përhapur gjërësisht në gjithë vendet e dikurshme të Evropës lindore. Nga Polonia, në Çeki, në Hungari, në Rumani e tjerë.
tash domethënë kjo industri është përhap edhe në Serbi. Domethënë edhe Serbia është integruar në këtë rrjet industrial, se kjo është rrjet, nuk është domethënë vetëm fabrika të veçanta. Ka hyrë edhe Maqedonia. Jashtë saj janë Kosova dhe jashtë saj është Shqipëria. Domethënë nuk janë pjesë e këtij rrjeti. Kjo është vetëm një shembull. Rrjetet financiare, rrjetet prapë them inovative, arsimore. Domethënë jemi shumë brapa në gjitha pikpamjet. Shikoni për shembull gjendjen në arsim. Merrni për bazë rezultatet e testeve PISA që bëhen çdo 2 vjet. Kosova dhe Shqipëria rangojnë shumë ulët. Kosova është ndër vendet që rangon më së ulti në këto teste. Domethënë sistemi arsimor është gati se i dështuar. Është domethënë kriminalet që bëhet me gjeneratët e reja atje që nuk arsimor, nuk u jepet mundësia për të pas rast që në jetën e tyre domethënë të arrijnë suksesin. Dhe prap kjo çka ndodh kjo domethënë në çka kontribon kjo kontribon në rritjen e diasporës tonë, sepse njerëzit vazhdojnë të ikin nga vendet si Shqipëria dhe Kosova. Domethënë ne jemi një pjesë e madhe jona, për shembull unë, profesor Rama, të tjerë ju domethënë që keni ardhur apo familjet ju kanë dalë në situata të rënda, domethënë politike, ekonomike në Shqipëri në Kosovë. Por sot nuk jemi të paktën formalisht nuk jemi në situata të rënda politike dhe ekonomike, por prap kemi imigrim masiv domethënë nga Kosova dhe nga Shqipëria. Popullatat janë në reduktim sipër në Shqipëri në Kosovë. Domethënë popullata po shkon duke zvogluar. Çdo vit, çdo dekadë kemi zvoglim të popullsisë. Kemi janë disa gjëra shumë të rëndësishme për me ndryshuar këtë trajectory. Për shembull, nëse është një ose dy gjëra të rëndësishme, it's big things. What has to happen? What are the really big things to just change the trajectory of some of the problems that you're identifying? Është pyetje shumë e vëna, ne kam menduar shumë domethënë atë kësaj, edhe prap ndoshta prap po dal pak si pesimist, por nuk shumë mundsi, domethënë çdo ndryshim do të jetë i vogël dhe ngadalshëm. Nuk kemi arritje të shpejta, domethënë në asnjë këto fushë, qoftë ekonomi, qoftë arsim, qoftë të tjera. Qoftë edhe në politikë. Politik fakt ndryshon gjërat më shpejt. Këto fusha tjera ndryshon më ngadalë. Dhe problemi është që domethënë kemi një demobilizim të përgjithshëm shoqëror dhe politik. Kjo reflektohet edhe në diasporë, domethënë kemi pasur pas pavarësisë angazhimi domethënë ka rënë gati në zero. Nuk ka pas domethënë entuziazëm për të ndihmuar, kontribuar, është kthyer në rrafsh individual, domethënë kush ka qenë entuziast ka bërë ndonjë gjë, kush jo është domethënë izoluar ka bërë jetën e vet. E njëjta ka ndodhur edhe në vendet mendoj, pak po përgjithsoj, po mendoj edhe njëjta ka ndodhur në Shqipëri në Kosovë. Dhe ky demobilizim domethënë është mendoj problemi kryesor që ka penguar domethënë lëvizje që mund të fillojnë me ndryshime fillimisht politike, por pastaj ndryshime konkrete në fusha tjera. Dhe nuk kam ndonjë mekanizëm ose ndonjë zgjidhje thjeshtë, domethënë për të thënë që kjo është zgjidhja dhe kështu do të bëhet. Pra në shtëpi dëshpëroj në këtë aspekt, po kjo është. Tani për këto 7 minuta të fundit, deshta të hapi pak bisedën në kuptimin që ne tani shohim realiteti është janë dy shtete shqiptare në Ballkan, Shqipëria dhe Kosova. Kurse vota e shqiptarëve në Maqedoni edhe në Malizi e luan një rol kyç. Shpeshherë ka vendosur edhe fitoria në zgjedhje. Po gjithmonë edhe është pjesë e administratës. Ne shohim tani ka shumë shqiptarë në diasporë, i treguam disa çështje ku diaspora ka qenë shumë aktiv. Po tani në të ardhmen duhet të ndryshon edhe diaspora rolin e saj. Çfarë rol do kemi ne tani në Ballkan për shkak se kemi këto parametra, për shkak se ne po shkojmë brenda Bashkimit Evropian? Çfarë do jetë roli i shqiptarëve edhe diasporës në këtë lëvizje? Kjo është e hapur për gjithë pjesëmarrësit. Kështu. Zoja Tahiri, urdhë. Faleminderit Rofsh që na si. E para, shumë është vështirë ne nga pra vendi, nga dheu të flasim të kërkojmë nga diaspora, sepse unë e thash edhe në fillim të diskutimit tim që ne nuk ishim në nivel të shprehjes së mirënjohjes
ndaj diasporës, duke siguruar një integrim të rolit diasporës në qeverisjet e vendeve tona. Megjithatë, nëse nuk keq kuptohen, do t'i them disa ide. E para, ka nevojë të revitalizohet idealizmi. Sepse kur diaspora u poq me ideale, dhe në atë ko edhe ne udhëhiqeshim në atë dhe me ideale, gjërat hecën shumë mirë, dhe dy palë, pra edhe ne kombi atje, edhe ju pra shqiptarët e diasporës u bashkuam dhe arritëm kulmin e ndikimeve tona në ndryshimin e qëndrimeve të faktorit ndërkombëtar në favorin e kombit shqiptar, mas pari pastaj Kosovës, që ishte në një situatë më traume. E dyta, sinqerisht, unë kam pritur që diaspora do të merë rolin lider në investime, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, edhe në tokat shqiptare, por nuk mund t'ju fajsoj, sepse ne atje nuk i krijuam kushtet që ju të josheni për investime. Si duket, u prit që diaspora shqiptare do t'investoj pavarësisht që ne kemi brishësi në sundimin e ligjit, nuk e kemi ambientin pra friendly environment for investments, ambient përmiqësor për investimet, nuk kemi mundur të garantojmë. Dhe korupcioni edhe sot e kësaj dite e shumë i lartë. Dhe unë di raste të diasporës që kanë ardhur në Kosovë, kanë dashur të investojnë dhe janë takuar me korupcion. Të vazhdojmë se na kanë E treta, edhe një, nëse po janë dy, e treta, nëse mundet diaspora të rimarë, edhe njerë misionin mund të jetë një fuqi transformuese për ndryshimet e mirëfilltat demokratike dhe të qeverisjes demokratike. Për ndryshe, gjendja nuk është e mirë as Kosovë, as Shqipëri, po edhe në gjithë Ballkanin, sepse kemi rramjen e vlerave liberale, ngritjen e vlerave jo liberale, autokracinë, kemi nacionalizmin, pastaj Ballkani ka hyrë në tensionet e reja geopolitike me ndërhyrjet që po vinë nga bota jo perëndimore. Pra situata është mjaft e brishtë. E kryma, faleminderit. Edhe Afroditat merresh sepse s'kemi punë vetëm për bukuria Afrodit, po edhe kemi nevojë edhe për mendimin tuaj, kështu që po shkojte si na shiu pastaj te ti. Tashi, problemi roli diasporës mbaret në dy dimensionet kyçe. Njëri do të jetë natyra shteteve që do të vazhdojnë të formsohen në Ballkan, pra do të jenë shtete etnike apo struktura politike, edhe mandej aty shtrohet pyetja diaspora kuj, domethënë diaspora Kosovës apo diaspora shqiptare. Edhe ky është një problem i pasgjidhur, sepse në Ballkan ne po përballemi me formimin e pothuajse 3 kombeve të ndryshme brenda një etnie shqiptare. E dyta, dimensioni tjetër është i jashtëm, është strukturimi i diasporës në vende të caktuara. Në Shtetet e Bashkuara, ku ka një integrim shumë më të madh diasporës, shtysat për me investuar dhe më u kthy në Kosovë, jo vetëm për distancën, e për tjerat janë shumë më të pakta, njerëzit e gjen veten. Zakonisht në studimet e ndryshme, diasporat bëhen shumë aktive vetëm në ato vende në cilat detyrohen me jetu ose të getoizume ose të izolume, ose në të cilat kanë një identitet fetar, etnik ose racor, i cili veçon nga kombi edhe shtet kombi në cilin jetojnë. Në rastin ton si shqiptar, pa u bërë këto zgjidhje dy dimensionale, nuk do të ketë qartësim se ku do të jetë roli diasporës. Mandena të kishte kohë më tepër, do të kishim mujt me shpjegoj gjanat më tepër në hollësi, por ju falenderoj për kohën edhe për vëmendjen. Faleminderit Qafi. Afrodita? Real quick, do ta them edhe shqip, shkurt e shqip edhe anglisht. Duhet ta bëjmë më atraktive. Ne kur funksiononim edhe kur punonim në zyrën shqiptaro-amerikan, nuk kisha lidhje në këto egot të bëjshin në politik. Puna ime ishte
qeshin shqiptar si që shikojnë Amerikanët, edhe ati e pik, ati e mbeti pik, jo Afrodita, jo Filani, jo kush tjetër, sepse ne duhet të ishim në ato vendet, në Departamentin e Shtetit, unë kisha pyetje, isha në zyrë, isha në role dhe më thoshin mua çfarë din ti për Kosovën, je rritur në Amerikë me McDonald's e Kentucky Fried Chicken. Edhe unë thash, shqyr, sepse e di Amerikën, edhe e di këtë rolin tim këtu në Amerikë, si duhet të vazhdoj puna. Nuk është atraktive për zyra të hapet, sepse nga gjithë këto gjërat, se ju i keni përmendur, jo infrastruktura nuk është atraktive atje, jo korrupsioni, edhe unë them, duhet të punojmë në këto mekanizëm që janë këtu, si që punon çdo labim, edhe ka sukses, edhe ne duhet të vazhdojmë ashtu, lere jashtë gjërat tjera të bëhen. My extreme gratitude to this wonderful panel. Thank you so much for taking the time. To all the listeners who tuned in, I hope we've given you a window into some of the struggles and some of the challenges before us, but I remain the eternal optimist. Things will get better because the next generation is going to be better than we are. And the generation after that is going to be even better. As we look around the world today, there are Albanians everywhere in all the pop charts, athletes, scientists, professors, and doctors. And I think our future is very bright. We've got a very important role to play in the Balkans because we are the link between everybody and the ocean. And so while there's a long cord at the end, it is the priest that goes into the wall that's most important. And we have that role to play. And so once again, I thank you all for tuning in with us. Faleminderit you. shumë, mirupafshim. Shëndet. Thank you very much. Faleminderit. Faleminderit.